Vepro si kur je stuhia, edhe ose furtuna, jo era që thjesht fshin majat e pemëve, jo era që përshpërit në përgjethe. Jo, e kam fjalën për stuhin që trondit themelet, forcën që ndryshon pejsazhet, valën e pandërprer që nuk mund të injorohet, të arsyetohet ose të rezistohet. Kjo nuk është një metaforë për t'ju argëtuar. Është një thirrje urgjente për të zgjuar një pjesë të fjetur tuaja. Pjesa që ju keni varrosur nën frikën, vonesën dhe kërkimin e miratimit. Stuhia brenda jush ka pritur mjaft gjatë. Ju kur nuk keni qeni destinuar të vini në maje të gishtave gjatë jetës, duke shpresuar që të mos bie në sy. Je projektuar me zjarin e fatit në gjoks. Bota të ka mësuar të të kurësh, të luash bukur, të presësh radhën, por stuhia nuk pret. Stuhia kërkon leje. Nuk kërkon leje, më falë. Ajo mbrin, ajo dominon, ajo deklaron, unë jam këtu. Duhet të sillesh sikur të jesh ajo stuhi. Kur hini në një dhomë, bëjeni atë me energjinë e pashmangshmërisë. Ju duhet ta mbani veten sikur rezultati është shkruar tashmë në favorin tuaj. Jo për shkak të arrogancës, por për shkak të qartësisë. Burri apo gruaja që jeton me bindje nuk mund të mohohet për një kohë të gjatë. Askush s'mund ta mohojë një burr ose një grua të tillë. Bile edhe universi i përkulet. Të gjithë dyert hapen. Turma lëviz kur futet një stuhi, si një antari I Empower. Por së pari duhet të besoni se ju jeni stuhia. Askush nuk mund t'ju bindë për këtë përveç jush. Ka nga ata që presin për kohën e përsosur, të cilët kanë nevojë që gjithçka të jetë në një linjë përpara se të hedhin një hap të vetëm. Dhe pastaj ka nga ata që veprojnë si stuhi. Ata lëvizin përmes zhurmës. Ata sjellin presion me praninë e tyre. Ata e prishin vetkënaqësinë kudo që shkojnë. Ajo që i dallon nuk është talenti. Nuk është fati, por është vendimi. Është vendimi të ndaloni së argëtuari justifikimet tuaja. Vendimi për të djegur planin tuaj rezervë. Vendimi për të folur me autoritet. Për të lëvizur me qëllim. Dhe për të refuzuar të përkulesh para opinioneve të atyre që nuk kanë bërë asgjë. Pra ju duhet të mësoni, ta doni presionin. Ju duhet të stërvitni mendjen tuaj që të jeni të qetë kur të tjerët të shpërndahen. Sepse kur veproni si stuhia, frika bëhet karburanti juaj. Dyshimi bëhet sinjali juaj për të goditur më fort. Dhe kundërshtimi bëhet zarfi mbi të cilin farkëtohet vullneti juaj. Nuk ka rahati në stuhi, po ka vetëm qartësi. Dhe qartësia vlen më shumë se komoditeti. Por rritet një brez që është i lodhur duke pritur. I lodhur duke parë të tjerët të jetojnë jetën për të cilën e dinë se ishin të destinuar. Sot nuk është koha për ambicie pasive.
Kjo është një kohë për ekzekutime të dhunshme, një stuhi e lëshuar mbi mediokritetin. Nëse do të sillesh si stuhia, së pari duhet të divorcohesh nga nevoja për t'u pëlqyer. Ti nuk je krijuar që të jesh i tretshëm. Je krijuar për t'i shkundur njerëzit nga gjumi. Je krijuar për t'u përballur, për të ekspozuar, për të sfiduar. Dhe nëse prania jote nuk e shqetëson njeriun, atëherë nuk je stuhia. Ti e ende një fllad. Sa kohë që të kërkoni leje për të qenë i shkëlqyer, për sa kohë do të fshiheni pas përullësisë, kur ajo që ju friksoheni vërtet është fuqia juaj, stuhia nuk kërkon falje për forcën e saj. Dhe as që duhet të kërkoj falje. Do të ketë nga ata që ju keq kuptojnë. Lërini ata. Do të ketë nga ata që e etiketojnë besimin tuaj si arrogancë. Lërini ata. Do të ketë nga ata që largohen sepse zjarri juaj e kujton hirin e tyre. Lërini ata. Jeta nuk është demokraci. Vizioni juaj nuk është për votim. Qëllimi juaj nuk mund të negociohet. Një stuhi nuk debaton. Ajo mbrin. Mos prisni derisa të ndiheni gati. Vepro si kur të jesh stuhia tani. Shfaqju si kur bota tashmë e di emrin tuaj. Flisni si kur historia po ju dëgjon. Lëviz si kur vonesa të jetë mëkat. Çdo sekond që hezitoni, është një sekond që dikush tjetër e përdor për të pretenduar atë që ishte menduar për ju. Jeni të talentuar me një mendje të aftë për të riformuar realitetin. Mendimet tuaja nuk janë dridhje të vogla të rastishme. Ata janë projekte. Por projektet kërkojnë ndërtues. Dhe ndërtuesit nuk funksionojnë në teori. Ata lëvizin në veprim. Veprim i pamëshirshëm, si një stuhi. Nuk ka fuqi vetëm në potencial. Ka vetëm fuqi në lëvizje. Kështu që lëviz. Lëvizni si kur fati po ju ik. Lëvizni si kur e ardhmja po ju pret. Lëvizni si kur keni lindur për të sfiduar shanset. Ka dy lloje njerëzish në këtë botë. Ata që përshtaten me mjedisin dhe ata që janë mjedisi. Ju duhet të bëheni ky i fundit. Ju duhet të bëheni zhvendosja në atmosferë. Stuhia që ndryshon temperaturën e çdo hapësire ku hyni. Mos e zbehni dritën tuaj për njerëzit që kanë frikë nga nxehtësia. Nëse ata nuk mund të përballojnë intensitetin tuaj, ata nuk janë të destinuar të ecin me ju. Lërini të gjejnë ngushëllim në qetësi. Ju keni thirrur në kaos. Je krijuar për momentin që e tundin tokën. Dhe nëse duhet të mbani mend një gjë, le të jetë kjo. Kur bota dyshonte te ti, ti nuk u tkure, por u rrite. Kur mbylleshin dyert, ti nuk trokitje. Ti shkputje menteshat. Kur stuhia duhej, u bëra ajo, sepse thellë brenda vetes, gjithmonë e dinit se nuk ishit këtu për t'u përzier. Nuk je këtu për të qeni but. Ju nuk jeni krijuar për të kërkuar një vend në tavolinë. Ju jeni tavolina.
Ju jeni kërkimi, ju jeni ndërimi, ju jeni përçarja që i thërret të tjerët më lartë. Ti je zgjimi. Çdo ditë që heziton, e tradhton stuhin brenda teje. Çdo justifikim është një tull në ditë që frenon përmbytjen tuaj. Çdo vonesë është një gënjeshtër e thënë me zërin e arsyes. Ju e dini të vërtetën? Ju e ndjeni atë sa herë që heshtni zhurmën tuaj për t'i bërë të tjerët rehat. Mjaftë me kaq. Mjaftë të pretendosh të jesh mesatar. Mjaftë të zbehësh atë që Zoti ndezi në zjarr. Ju nuk keni nevojë për miratim. Ju duhet të veproni. Ju duhet t'i tregoni botës se çfarë ndodh kur një shpirt vendos të ndaloj së pëshpërituri dhe të filloj të zhurmoj. Ka një dhunë në bindje, një agresion të shenjtë që thot se jam bërë për më shumë dhe refuzoj të vdes i ngopur. Kjo është stuhia për të cilën flas. Dhe është koha për të ngritur. Koha për të lëvizur. Koha për të tundur tokën në këmbët tuaja. Ka një forcë në ju, më të madhe se çdo rezistencë me të cilën do të përballeni ndonjëherë. Por shumica e njerëzve jetojnë sikur errat e fatkeqësisë përcaktojnë rrjedhën e jetës së tyre. Ata esin me ndrojtje duke shpresuar për rrezet e diellit. Duke u lutur për mot të mirë. Duke u lutur që jeta të jetë e lehtë dhe duke e bërë këtë. Ata bëhen spektator të fatit të tyre. Ky nuk është fati juaj. Ju nuk keni lindur në majën e gishtave gjatë stuhisë. Ju keni lindur për të qenë ai që kur të hyni në dhomë, mos shpresoni të pranoheni. Prisni të dominoni. Mbani energjinë që ndryshon atmosferën. Bëjeni pranin tuaj të ndjehet në heshtje, përpara se një fjalë vetme të dalë nga buzët tuaja. Mos prisni për leje për të udhëhequr. Kërkoni autoritet nga thellësia e shpirtit tuaj. Ju nuk jeni këtu për t'u përzier me turmën. Ju jeni këtu për të riorganizuar mobiljet e realitetit. Shumë njerëz lejojnë që emocionet e tyre të diktohen nga kushtet. Besimi i tyre lidhet me miratimin e të tjerëve. Kjo është dobësi dhe është fillimi i humbjes. Një stuhi nuk ndikohet nga ankesat e pemëve apo kundërshtimet e çatisë. Një stuhi është e qëllimshme. Ajo lëviz, ajo pretendon, ajo transformohet. Kështu duhet edhe ju. Ju duhet të stërvitni mendjen tuaj që të qëndroni të palëkundur përballë kritikave. Ju duhet të mësoni të merrni fuqi nga refuzimi, për ta përdorur atë si lëndë djegëse dhe jo si plagë. Shumica e burrave tërhiqen me zhurmën e një joje, por stuhia brenda jush duhet të rritet përpara. Çdo refuzim është thjesht tingulli i frigës, që përpiqet të mbrojë rahatin, dhe ngushëllimi është trati i vdekjes së madhështisë. Do të ketë ditë kur askush nuk beson në ju. As familja juaj, as miqtë tuaj, as njerëzit që thanë se do të qëndronin pranë jush. Dhe pikërisht në ato momente, do të bësh i rrezikshëm për të dyshuar. Jo pasiv, jo i sjellshëm, i rrezikshëm. Sepse kur besimi juaj është absolut, bota nuk ka zgjidhje tjetër veç se të dorëzohet. Njeriu që sillet si stuhi kupton diçka që më së shumti nuk e kuptojnë kurrë. Se rrethanat i nështrohen vullnetit të pamëshirshmit. Ai nuk përshpërit para pengesave. Ai rrit dhëmbët.
Ai nuk lutet për probleme më të vogla. Ai bëhet një forcë më e madhe. Ai nuk e shtyn veprimin për hir të përsosmërisë. Ai godet ndërsa hekuri është i ndezur. Të doptit udhëhiqen nga kalendarët dhe orët. Të fortët sundohen nga vizioni dhe urgjenca. Ka një ndryshim midis lëvizjes dhe përparimit. Mos e ngatroni aktivitetin me arritjen. Stuhia nuk shkon në radhë. Ajo gdhen një rrugë të re në çdo gjë që qëndron në rrugën e saj. Në momentin që lejoni hezitimin të zhvaritet, ju po ja dorëzoni sundimin tuaj dyshimit. Dëshironi sukses? Atëherë ju duhet të bëheni të panjohur për njeriu që dikur hezitonte. Ju duhet të bëheni të huaj për frikën tuaj të mëparshme. Duhet të ndjeni të pakëndshëm për arsyetimet tuaja. Stuhia nuk konsultohet me motin para se të lëviz, sepse është vetë moti. Bëhu ai. Më lejoni t'ju them atë që askush tjetër nuk do t'ju a thotë. Ju nuk i detyroheni botës asgjë. Ju i detyroheni qëllimit tuaj gjithçka. Mos humbisni një sekond tjetër duke u shpjeguar atyre që nuk kanë aftësi të ndërrojnë në nivelin tuaj. Mendjet e tyre të vogla nuk mund të mbyllin vizionin tuaj të gjerë. Dyshimi i tyre nuk mund të shuaj zjarin tuaj. Nëse nuk u ajep zorën, ndaloni së luftuari të sjellshëm me potencialin tuaj. Ju nuk mund të kërkoni sukses. Ju duhet ta kërkoni atë jo nga bota, por nga vetja. Gënjeshtra më e madhe që u është thënë ndonjëherë është se koha do t'i zgjidhë gjërat. Koha është një forcë neutrale. Ajo zmadhon çdo gjë që vendosni në të. Nëse vendosni hezitim, do të korni keqardhje. Nëse vendosni qëllim, do të korni sundim. Ora po shkon dhe stuhia nuk pret duar trokitje. Ju duhet të zhvilloni një disiplinë që trondit me mediokritetin. Ndërsa të tjerët flen, ti godet. Ndërsa të tjerët shpërqendrojnë veten, ju ndërtoni. Ndërsa të tjerët i friksohen dështimit, ju guxoni. Stuhia nuk ka frikë të bjerë, sepse e di se do të ngrihet me forcë të dyfisht. Ju duhet ta shihni çdo pengesë si përgatitje, jo si ndëshkim. Universi nuk ju teston për t'ju shkatruar. Po ju falsifikon të mbani peshën e madhështisë. Nuk mund të përballosh të jesh pasiv në një botë që shpërblen agresivët. Nuk mund të ulesh në heshtje, ndërsa fati yt vishket nga neglizhenca. Flisni, lëvizni, vendosni, krijoni, rrezikoni. Njeriu që pret që gjithçka të jetë e sigurt, është njeriu që do të vdes me gjithçka që nuk u bë kurrë. Siguria është burgu i të zakonshëmve. Mos e dobësoni ambicien tuaj për të përshtatur me të friksuarit. Ata kur nuk do ta kuptojnë urinë tuaj. Mos prisni që ta bëjnë. Këshillat e tyre janë të rrënjosura në kufizimet e tyre, jo në mundësitë tuaja. Nëse dëgjoni të kujdesshëm, do të trashëgoni mediokritetin e tyre. Ju keni lindur për një madhësi që të merron të ndrojturit.
Ju duhet të veproni me besim. Edhe kur ju dridhen gjunjt. Ju duhet të marshoni përpara edhe kur rruga është e mjegulluar nga pasiguria. Stuhia nuk kërkon qartësi. Ajo sjell përçarje. Jeni të gatshëm për të thyer normën. Jeni të gatshëm të ofendoni status quo-n. Jeni të gatshëm të shkoni vetëm nëse askush tjetër nuk ka barkun për status quo. Jeni të gatshëm të shkoni vetëm nëse askush tjetër nuk ka stomakun për lavdi. Shumica do të jetojnë dhe vdesin në mes të rrugës. Kujdes të mos ofendosh. Kujdes të mos dështosh. Kujdes të mos bësh më shumë. Por stuhia nuk ishte menduar kur të matej. Ishte menduar të ndihej. Lëreni rezultatet tuaja të bëhen të pamohueshme. Lëreni qëndrueshmërinë tuaj të bëhet e dhunshme kundër të gjitha gjasave. Lëreni praninë tuaj të flasë aq fort sa edhe heshtja të bëhet e friksuar. Mos kërkoni ekuilibër. Nëse doni të dominoni. Bilanci është mantra e të pafrymzuarve. Qëllimi kërkon obsesion. Kjo do t'ju kushtoj rati, marrëdhënie, përqendrim dhe ndonjëherë edhe mendje të shëndosh, por do t'ju blej lirin. Do t'ju blej fuqin. Do t'ju blej privilegjin të dini se nuk jeni përkulur para pritshmërive të botës. Ti u ngritë mbi ta. Ju duhet ta shikoni veten në pasqyrë dhe ta pyesni. Jam duke pritur apo jam duke punuar? Apo ndërtoj apo jam thjesht i zënë? A jam i lidhur me pushtetin apo shtiroj besimin me shpresën se dikush tjetër do ta besoj atë së pari? Stuhia nuk falsifikon fuqinë, është fuqi. Nuk po bëhesh stuhi, po kujton se kush ishe para se bota të binte se ishe i vogël. Çdo justifikim që keni është një besim që kërkon të shkatrohet. Çdo frikë është një mur që pret shembjen. Ju duhet të zgjoheni çdo ditë me vendosmërinë, se çdo gjë që nuk përputhet me vizionin tuaj është armik. Dhe ju nuk negoconi me armiqt, ju dominoni mbi to. Kjo botë do t'ju gënjej. Do t'ju thotë të qëndroni në korsin tuaj. Do t'ju tregoj se jeni shumë intenziv, shumë ambicios, shumë agresiv. Lëreni ta thonë. Dhe më pas, lëreni rezultatet tuaja të jenë shumë të pamohueshme për t'u injoruar. Stuhia nuk t'kuret për komoditetin e kalimtarve. Ajo lëviz sipas misionit të saj. Nëse ëndrat tuaja nuk ju trembin, nuk jeni duke ëndruar mjaftueshëm. Nëse qëllimet tuaja nuk ju bëjnë të ndiheni rahat, ata nuk janë të denjë për fatin tuaj. Ndaloni të esni në majat të gishtave. Gjatë gjithë jetës duke shpresuar për një ulje të butë. Zhyt, përplas, shpërthe. Lërini ndjekjen tuaj të tunë themelet e çdo gjëje të zakonshme. Nuk ka vend për spektator në rrugën e mjeshtrisë. Nuk ka vend për hezitim në tokën e transformimit. Ju duhet të stërvitni veten për të vepruar më shpejt se frika. Ju duhet të bëheni një forcë që dyshimet tuaja nuk mund t'i tejkalojnë. Stuhia nuk pret momentin ideal, po e krijon atë. Ju duhet t'i mbijetoni duart trokitjeve. Bota do t'ju festoj derisa suksesi juaj t'i bëj ata të pakëndshëm. Dhe më pas ata do të tërhiqen. Lërini ata. Ju nuk jeni këtu për t'u pëlqyer. Ju jeni këtu për të qenë legjendar. Ju nuk jeni këtu për t'u argëtuar. Ju jeni këtu për të fuqizuar. Kjo kërkon guxim. Kur netët zgjasin dhe pesha ndihet e padurueshme,
Kujto veten, qeliku nuk formohet në heshtje. Është farkëtuar në zjarr. Lërën i vuajtjen tuaj të krijoj qëndrueshmëri. Lërën i shqetësimin tuaj të mësoj disiplinë. Lërën i presionin tuaj të përsos qëllimin tuaj. Sepse stuhia në ju nuk është një fazë. Është identiteti juaj. Këtu nuk bëhet fjalë për të qenë më i zhurmshëm. Bëhet fjalë për të qenë më i thellë. Këtu nuk bëhet fjalë për friksim. Ndikimi. Ju duhet të mbani një bindje kaq të thellë, sa që çdo veprim t'i bëj jehon për jetësisë. Stuhia lëviz me siguri. Kështu duhet të lëvizni edhe ju. Fuqia juaj nuk qëndron në atë që shmangni, por në atë që përballeni. Vraponi drejt frikës. Shikojeni poshtë, flisni më fort, lëvizni më shpejt, ngrihuni më larg, rrezikoni më shumë. Njeriu që bëhet stuhi nuk kthehet kur tek njeriu që priti të kalonte shiu. Ai bëhet shi. Ai bëhet bubullim. Ai bëhet zëri që ndryshon fatet. Dhe kur pyesin se nga erdhi e gjitha, kur pyesin se si përballove presionin, si u ngrite nga refuzimi, si e kthen dhimbjen në qëllim, nuk do të shpjegoni. Nuk do të justifikoni. Do të buzëqeshni vetëm, sepse stuhia nuk e shpall veten kur. Sa po mbëriti, mos u përpiqni të frymëzoni botën. Urdhërojeni ata. Mos përpiqeni t'i bëni përshtypje botës. Ndikojeni ata. Stuhia nuk kërkon të shihet. Kërkon të mbahet mend. Vepro sikur je stuhia, sepse bota lëviz për ata që lëvizin, sikur i përkasin në krye të saj. Dhe kur ora vonohet dhe dyshimi zhvaritet si një hije në mendje, ju duhet të mbani mend se kush jeni. Nuk jeni ju ai që pret për motë më të mirë, për qiell më të pastër, apo që të tjerët të udhëheqin rrugën. Ju jeni ai që trazon vet atmosferën. Ti ai që përkul botën me forcën e vullnetit tënd. Stuhia nuk pret, nuk pretendon, nuk përshpërit, grumbullon. Dhe kështu duhet edhe ju. Ju dhe të shikoni në pasqyrë dhe të shihni jo vetëm reflektimin e një burri ose gruaje të lidhur nga rrethanat, por një forcë të zgjuar nga shikimi, të rafinuar nga dhimbja dhe të nxitur nga zjarri. Ju nuk jeni këtu thjesht për të ekzistuar. Ju jeni këtu për të dominuar çdo centimetër të tokës ku ecni me qëllim, me saktësi dhe me sigurinë e dikujt që e di se ka lindur për madhështi. Mishi mund të trashëgoj tokën, por ata do ta bëjnë këtë në mbubullimën e hapave të tu. Kështu nuk do të prekesh nga frika dhe nuk do të mbahesh pas. Nuk ndryshohet nga ata që ulen të qetë në qoshe dhe shpresojnë se do të vijë koha e tyre. Ndryshohet nga ata që ngrihen pa ftesë, që hynë në dhomë dhe ndryshojnë temperaturën, me asgjë më shumë se praninë e tyre. Bëhu ajo prani. Bëhu ai ndryshim. Flisni me zërin që trondit heshtje. Lëvizni me forcën që prish mediokritetin. Mendoni me aq qartësi dhe veproni me një bindje të tillë që vetë universi duhet të tërhiqet dhe të bëj vend. Lërini t'ju thërasin intensivisht. Lërini të thonë se jeni shumë i zëshëm, shumë ambicios, shumë i fokusuar, shumë i disiplinuar. Kështu thonë ata kur nuk e kuptojnë stuhin. Kjo është ajo që ata thonë kur shohin një shpirt që nuk është i prangosur nga kufizimet
Pra ndryshohet nga ata që ngrihen pa ftesë, që hynë në dhomë, e ndryshojnë temperaturën me asgjë më shumë se praninë e tyre. Do të thonë, kur të hyni në dhomë, dua ashtu t'jeni, ta ndryshoni temperaturën e dhomës. Bëhu ajo prani, bëhu ai ndryshim. Flisni me zërin që trondit heshtjen. Lëvizni me forcën që prish mediokritetin. Mendoni me aq qartësi dhe veproni me një bindje të tillë që vetë universi duhet të tërhiqet dhe të bëj vend. Lëreni që tjerët të ju thërasin intensivisht. Lëreni të thonë se jeni shumë i zëshëm, shumë ambicios, shumë i fokusuar, shumë i disiplinuar. Kështu thonë ata kur nuk e kuptojnë stuhin. Kjo është ajo që ata thonë kur shohin një shpirt që nuk është më i prangosur nga kufizimet, që ata kanë pranuar për veten e tyre. Kjo është ajo që ata thonë kur shohin një person të ngrihet, jo rastisht, jo nga fati, por nga fuqia qëllimshme e një vullneti të hekurt. Mos e ulni zërin për t'ju përshtatur rehatisë të tyre. Mos u t'kurni për t'i bërë të tjerët të ndihen të sigurt. Nuk është detyra juaj të pranoheni. Është përgjegjësia jote të jesh i pamohueshëm. Pra ju nuk jeni lindur deri në që të esni në majet gishtave gjithë jetën tuaj, duke shmangur për çarjen. Ti ke lindur për ta sjell atë. Ju nuk keni lindur për t'u përzier me një turm të qetë. Ti ke lindur për të thyer qetësinë. Ora është tani, jo nesër, jo javën tjetër, tani. Dhe ata që e shohin atë, që e pretendojnë, që veprojnë me urgjencë të pamërshirshme, janë ata që formsojnë rezultatin. Janë ata që urdhërojnë erën. Nuk e ndjekin ata. Janë ata që sillen si stuhi. Pra lëreni tokën të ndjej peshën tuaj. Le ta dëgjojnë në qiejt thirrjen tënde. Lëreni çdo pengesë të bëhet sinjali juaj. Dhe çdo dështim le të nxjisë ngritjen tuaj, sepse stuhia nuk është një forcë e largët. Nuk është diçka që ju e prisni. Nuk është diçka nga e cila keni frikë. Është diçka që bëhesh. Lëreni këtë të vërtet të jehoj në çdo frymarrje që bëni, në çdo hap që esni dhe çdo fjalë që flisni. Ju nuk jeni duke pritur për stuhin. Ju nuk po fshiheni prej saj. Ju nuk jeni duke u përgatitur për të. Sepse ti je ajo. Ti je stuhia. Tani, e gjitha që të ngelet është të veprosh ashtu.